Ishte një ndeshje ku pritshmëritë e tifozërisë ishin të larta, edhe pas barazimit le të themi zhgënjyes ndaj Serbisë, pritej që në këtë ndeshje të kishte një reagim nga kombëtarja shqiptare e futbollit, por ndeshja e mbrëmshme kundër Letonisë tregoi edhe një herë që brenda kësaj kombëtareje ka probleme goxha të mëdha, të cilat u shprehen edhe në fushën e lojës me një le të themi me një ndeshje në të cilën pjesa më e madhe e skuadrës ishte e përgjumur, rastet ishin me pikatore dhe lejuam kundërshtarin që të na merrte pikë, kur ndërkohë llogariti kishim vetëm me Serbinë. Tashmë përmbyset gjithçka dhe ëndra përbotërore le të themi është praktikisht e mbyllur, vetëm në rast të ndonjë le të themi gabimi, të disa gabimeve do të thoja faktikisht ekipit serb, i cili ishte kundërshtari drejt për drejt i Joni për vendin e dytë, pasi siç dihet vendin e parë Anglia tashmë e ka të sajnë. Ndërkohë, për sa i përket ndeshjes, unë mendoj që një skuadër si ajo e mbrëmshme që u zbrit në fushën e lojës lë shumë për të dëshiruar, edhe pritshmëritë tona janë mbi normalen, duke parë edhe kontingjentin e futbollistëve. Nuk di të them saktësisht se çfarë ka ndodhur me këtë kombëtare, por që nga koha kur Silvinjo e kualifikoi në kampionatin evropian, duket sikur dëshira brenda këtij grupi për të luftuar edhe për të shkuar në botror u shua gradualisht. Probleme ka pasur me disa lojtarë, një ndër to mund të përmendim Hasanin, i cili nga Benjamini i trajnerit me golat që shërbeu në ndeshjet kualifikuese drejt Europianit, u kthye në një fantazëm në këtë kombëtare, të paktën në këto 3 ndeshjet e fundit ka marrë 0 minuta dhe kjo tregon shumë për le të themi marrëdhënien e thyer midis trajnerit edhe lojtarit.